Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar lajmin e madh apo atë provokimin që erdhi menjëherë ditën e diel nga Mario, instruktori i Eglit. Të shtunën në post Big Brother, Egli u pyet nga Ledion Liço me patjetër për të qenë koherente dhe për të qenë të drejtë për drejtë dhe transparent me gjithçka që në fakt është folur në publikun shqiptar dhe në median ros për një lidhje të mundshme dhe për këtë djalin i cili e ka shoqëruar Egli Takon natën e parë kur Egli ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit afër godinës së Top Channelit dhe pranë shtëpisë së Big Brotherit. Ky lajm erdhi nga Gert Fera në një rrëfim, në fakt nëse nuk gabohem në Shqipëria Live apo emision tjetër të Top Channelit, e sqaruar për këtë detaj, Egli tha Mario është thjesht një instruktor. Tani, mënyra se si Egli e tha, u duk sikur ishte një mënyrë ironizuese kundërdrejt Marios dhe kjo gjë siç duket e bëri Marion edhe të reagon në Instagramin e tij. Tani, këtu ka dy dyshime që ne mundemi t'i komentojmë. E para njëherë, është kjo pjesa që Egli dhe Mario dhe bashkëshortja e Marios, por edhe një shpjegim që në fakt nga reagimi i gjestit, mimikat e gjestit, mënyra si reagoi gjesti e pa që u duk që Egli dhe gjesti nuk kishin folur për këtë marrëdhënien, nuk kishin biseduar për këtë komentin që po bëhej jashtë, për këtë ngjarjen, u pa që Egli u mundua që ta sqaron dhe tani në afrimitetin që Egli ka patur me Marion, domethënë shoqërinë që ajo e thot, mund të ketë patur një paqe mes gruas së tij dhe Marios. Edhe tani e përdorin këtë gjë për famë, sepse njerëzit me patjetër do të shkojnë tek palestra e Marios për të qenë ta njohin kurioz të jenë ta njohin Marion edhe mund të investojnë me lekë aty të bëjnë palestër, edhe mund ta përdorin këtë gjë domethënë një çik për famë, që Egli po e ndihmon Mario në pjesën e famës në këtë drejtim për të rritur biznesin e tij, por në anën tjetër mund të jetë edhe një ignorancë sepse Egli me sa di unë e ka fshir Marion nga Instagrami. Mund të jetë edhe një ignorancë nga ana e Marios për t'i thënë Egli që po unë nuk jam vetëm një instruktor, edhe kështu që domethënë mund të nxjerrën edhe një të vërtetë tjetër. Do thënë, këto janë dyshime që kanë reaguar fansat nga reagimi që Mario ka lënë në Instagramin e tij duke thënë po vetëm një instruktor, domethënë po kupto ti çfarë mendon ti. Unë mendoj që Egli nuk e tha në mënyrën e ignorancës, por e la që të kuptojë që ky çuni është vetëm një instruktor, nuk është një çun që unë kam patur një marrëdhënie, nuk është një djalë që unë kam patur një intimitet, nuk është një djalë që unë kam shkëmbyer një puthje, është thjesht një instruktor. Dhe mendoj që Egli nuk e tha në formën e ignorancës, por e tha thjesht një instruktor. Por mënyra ndoshta se si e ka marrë Mario, ose po luajnë një lojë që Mario tani po rritën biznesin e tij dhe e ka mundësinë e vetme të përfiton nga kjo reklama pa lek që po bëhet realisht kundërdrejt Marios edhe Eglit në këtë raport, Mario ka luajtur me këtë frazën po thjesht një instruktor. Por nga buzëqeshja, nga lumturia, nga pozitiviteti që pam nga ana e Eglit, është një diçka që domethënë Egli e ka në paqe me veten edhe nuk e vret mendjen fare. Të paktën në Portokalliqe e pam atë se Egli sa ishte entuziaste. Edhe pse fansat e gjestit reaguan menjëherë duke bërë bashkimin e dy fotografive mes Marios edhe mes Eglit, unë mendoj që mes tyre nuk ka asnjë gjë, por Egli e ka fshir Marion nga fakti që të mos të bëhet një screenshot që po e ndjek, por mendoj që më shumë ka krijuar pikpyetjet e publiku që nga momenti që e ka hequr. Ndoshta e ka hequr edhe me kastile, që ta krijon po këtë pikpyetjen e madhe se a njihen, a nuk njihen dhe çfarë po ndodh mes tyre, dhe besoj që e gjitha kjo e ka sjell situatën që të jetë të vazhdon të jetë e komentueshme dhe të vazhdon të jetë shumë e zëshme tek media ros.